Kanë kaluar 48 orë nga ky moment. Qoftë se ke mundësi për hatër tem, si jetoj vetëm. Hajde më shik si jetoj unë. Por Ora News e bëri këtë vizitë dhe dëgjoi zërin e të moshuarës, e cila shprehet se nuk i mban mëri Ramës që nuk i përgjigj lutjes së saj. Ja, nuk meti peng. Ja, nuk meti peng. Unë veç se i thash ma shpejt ta, se ka ju ka ardhë urdhni këtyne për me shkatru vetë këta, po këto s'pa bajnë gjë, s'pa shifet gjën Terezi, edhe i thash aman, zyren i përparimit, të vinet ma shkatrojnë sa ma parë, se jetoj vetëm. 15 vite në gjyqje për pronën e trashëguar nga babai dhe që padrejtisht i zën nga fqinjet. Sot, pas një kalvari të gjatë vuajtjesh nga njëri gjyq në tjetrin, nga Shkodra në Tiranë, Syria ka fituar të drejtën e saj. Kishte ardhur vendimi qysh në shkurt vitit 2013. Një vit që kishte ardhur, edhe që ka ba apeli, ka shku e ka fut në arkiv. Por tashmë për të ka një tjetër sfidë, të ribëj dokumentat e legalizimit të pronës pasi në 2009, asaj u fut në këtë proces nga Luizni vetëm çereku i sipërfaqes. Urna, ka 637, është i të? 637. Kam të regjistrume. E më ka ardhë me legalizu 180 metër. 180 metër. E drejt është ja? 72 vjeçarja tashmë pret vetëm që përmbarimi të ekzekutojë vendimin e gjykatës. Pas du me fut fëmijët, as du me i lanë shërë fëmijët, du me i lanë mallë vetë. Vizitën e kryeministrit në Shkodër e ka shfrytzuar edhe Partia Demokratike, që përmes deputetes Zvoltana Ademi i ka cilësuar tallë se inspektimet e Ramës për Shkodrën dhe qytetarët e saj.